Kur themi të luftosh për ta mbrojtur atë që ke, zakonisht na shkon mendja lufta me të tjerët. Ndërkaq vlerat tona dhe bindjet tona mas tepërmi kanosen dhe rrezikohen nga vetët tona. Mas rreziku për bindjet tona janë vetë tradhtit që ne mund të bëjmë bindjeve tona. Prandaj në fen ton ekziston koncepti I luftës kundër egos, lufta kundër vetvetes, dhe këtë kuptim e posedon. Domethënë lufta me vetveten për të mos tradhtuar bindjet, vlerat dhe gjithë atë që ne besojmë. Lufta me të tjerët në situata të caktuara edhe mund të jetë me lehtë edhe mund të ketë epilog. Domethënë mund të jetë më e shkurtë. Ndërkaq lufta me vetveten për të qenë besnik ndaj bindjeve tona, ndaj vlerave tona, është luftë e përjetshme. Për të jetuar njerëzit në paqë, për të jetuar njerëzit në harmoni dhe mirësi, nuk është kusht që bindjet e tyre, idetë e tyre, doktrinat e tyre, madje edhe ligjet e tyre të jenë të njëjta. Sepse kjo është e pamundur. Zoti na thot në Koran, secili e ka një anë ka e cila drejtohet. Situata ideale do të ishte që secili të qëndroj besnik ideve, parimeve, vlerave dhe doktrinës së tij. Dhe kjo do të ishte pjesa më fisnike që do të na mundsonte të jetonim në harmoni dhe në paqë me vetveten dhe me të tjerët. Kur Hazreti Bilali, Zoti qoftë I kënaqur me të, përsekutohet për besimin e tij, ai, domethënë, nuk e tradhton besimin e tij, madje as deklarativisht, duke pas parasysh se kjo do t'i lejohej atij, që të paktën me gjuhë ta mohonte besimin e tij. Domethënë, qëndrimi stoik I tij është për me vërtetu faktin se betejë më e fortë në këtë jetë është betejë me vetveten, për të mos tradhtuar besimin tënd, atë që ti je I bindur dhe atë që ti e ke shijuar. Allahu I Madhreshëm na mëson në librin e shejt, Koranin fisnik, dhe na thot: O ju që keni besuar, vazhdoni të jeni dëshmitar të drejtës për hir të Allahut Madhnueshëm, edhe nëse është kundër vetvetes tuaj. Pra, kjo vlerë e drejtësisë mund të atakohet mas pari nga vetvetet tona. Prandaj është shumë e rëndësishme që atë sa I ruajmë vlerat dhe bindjet tona që të mos na atakojnë të tjerët, që është korrekte kjo, duhet të bëjmë përpjekje që të ruajmë edhe nga vetet tona, sepse ato në radhë parë mund të atakohen nga tradhtia e vetveteve tona, që domethënë vazhdimisht mund t'ua bëjmë atyre. Fundja